Fjalën e ka zoti Nano. Ja hoti dorashkën bëni. I nderuar kryetar i seancës, të nderuar kolegë deputet. Zoti Berisha gjithashtu. Po flas këtu me autoritetin e atij që vjen pas, edhe pasi persekutohet dhe burgoset nga regjimi i vjetër. Me të njëjtën forcë morale dhe kredibilitet politik me të cilët shqiptarët na votojnë për të qenë pasues të Berishës, po jo imitues të tij për të pestin vit radhasin. I them këto se sot po pretendohet të merret në analizë një nga institucionet më të rëndësishme të shtetit të së drejtës. Prokuroria, si organ përfundimisht i pavarur kushtetues i akuzës në kundërshtim me praktikën e regjimit të Berishës që godiste nëpërmjet saj kundërshtarët politik. Të gjitha insinuarat apo sulmet mbi emrin e përveçëm të krye prokurorit janë tashmë përpjekja më e qartë për ta vënë sërish institucionin e akuzës nën presionin dhe kontrollin e drejt për drejt të strukturave të politikës me krimin dhe aleancave amorale dhe ilegjitime politike. Ky nuk është në vlerësimin tim një moment i vështirë për personin Arben Rakipi, por për institucionet e shtetit, të cilat majoranca progresiste e zgjedhësve shqiptar sankcionoi me kushtetutën e miratuar dhe të hyrë në fuqi me 28 nëntor të vitit 98 si të pavarura. Mlejoni t'i kujtoj që është detyrë e ligjvënësve si përfaqësues legjitim të vullnetit të zgjedhësve të përmirësojnë punën e institucioneve të shtetit, ndërsa ne majoranca e quajmë atë detyrë prioritare. Por është më shumë se e pamoralshme që në kohën kur organi i akuzës kërkon të vendosë në peshoren e drejtësisë, si asnjëherë më parë, veprimet apo mosveprimet e përfaqësuesve të politikës në qeveri të tërta, atë hapta që ruajnë gjithnjë si objektiv final delegjitimimin e majorancës qeverisëse. Zoti Berisha dhe partia e tij në mënyrë konstante kanë bojkotuar, ashtu si shumë institucione të tjera kushtetuese, edhe organin e prokurorisë që prej 12 shtatorit 98, duke mos bashkëpunuar për asnjë çast për të hedhur dritë as mbi dosjen e të ndjerit Hajdari, as mbi tentativën e grushtit shtetit më 14 shtator. Zoti Berisha dhe majoranca e tij e vjetër, përmes amnistisë së vitit 97, ndërsa po dorëzonte mandatin e vjedhur në mënyrë skandaloze me 26 maj 96, u hoqi mundësinë organeve të shtetit të së drejtës të hetojnë dhe vënë përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë ata që shpikën dhe mbrojtën politikisht piramidat për të grabitur shqiptarëve mbi $1 miliard, për ata që u dhunuan zgjedhësve të drejtën e përfaqësimit legjitim, për ata që dogjën zyrat dhe dokumentet e shtetit me motiv të vetën zhdukjen e çdo gjurme të vjedhjeve, shpërdorimeve dhe abuzimeve të kryera gjatë regjimit Berishës, për ata që trafikuan naftë dhe armë për regjimin kriminal dhe antishqiptar të Miloševićit, për ata që u vinin gjoba si përmarrësve privat në emër të financimit të fushatave elektorale të Berishës, për gjithë ata që duke përdorur institucionet e shtetit përgjonin, persekutonin, burgosnin përfaqësuesit legjitim të opozitës atëhershme, për ata që dhunonin dhe dënonin gazetarët dhe digjnin se litë shtypit lirë, për ata që nxirrin me dhunë policore nga zyrat e shtetit titullar me imunitet kushtetues, për gjithë ata që hapën depot e armëve për të fshehur shpërndarjen e tyre me listë për militantë e PD-s nga Sali Berisha, për gjithë ata që pajisin me pasaporta diplomatike mira kriminal që vazhdojnë të ushtrojnë edhe sot në vështete perëndimore madje dhunë, krime dhe trafiqe. Zoti Berisha, për shpëtuar gjithë njerëzit e tij të inkriminuar gjatë regjimit të vet nga ndëshkimi ligjor, iku nga pushteti duke aplikuar teorinë e tokës së djegur dhe duke shkaktuar viktima në mijëra jetë njerëzish. Ne socialistët e shfrytzuam amnistinë e Berishës për të krijuar kushte të nevojshme për pajtimin kombëtar, por nuk fshim dhe nuk do të fshim asnjëherë nga memoria asnjë nga veprimet e papërgjegjshme, antidemokratike, antikombëtare dhe antikushtetuese të regjimit zotit Berisha. Ne u investuam në pajtimin kombëtar për të ndërtuar edhe në Shqipëri institucionet konsoliduara që shtetin e së drejtës e vënë në shërbim të interesave legjitime të qytetarëve, dhe jo të orekseve apo interesave ilegjitime të përfaqësuesve politik, të cilës do ngjyre qofshin
për interesa pushteti. Deri para pak javësh, ishte Sali Berisha që lëshonte vetët tima dhe tentonte të siguronte shqiptarëve dokumenta dhe dosjet plota që vërtetonin abuzime skandaloze të ndodhura në Kesh për shembull. Ndërsa papritur, i del në mbrojtje ish drejtuesve të Keshit, akuzon kryeministrin aktual dhe kërkon të shkarkohet kryeprokurori, pikërisht në momentin kur organi i akuzës po dorëzon gjykat dosjet që kërkojnë vërtetim ligjor të shpërdorimeve dhe abuzimeve. Për çështjen e abuzimeve në Kesh dhe të mënyrës të nderimit të energjisë, zoti Berisha, ju propozuan në Kuvendin Kombëtar të partisë tuaj të kishte një bashkëpunim midis majorancës dhe opozitës. Por ju nuk mund të pranoni që institucionet e pavarura të shtetit të së drejtës të funksionojnë jashtë tutelës suaj politike. Ndaj dhe për kërkoni të ndërprisni apo bllokoni veprimet ligjore të prokurorisë për të ripërdorur akuzat alibike për shpërdorime dhe abuzime në gjyqje spekulative politike kundër majorancës. Berisha, i larguar nga pushteti për shkak se nuk arriti asnjëherë të pastrojë mjedisin e vet politik nga korrupsioni, krimi, kontrabanda, abuzimi, dhuna e tjerë, siç e dini, u ndjej pa punë dhe jashtë loje gjatë gjithë lëvizjes së majorancës për qeverisje të mirë. Ai dhe disa prej mëkatarëve të tjerë që mendojnë e shpresojnë që ky proces të ndërpritet brutalisht duke goditur prokurorinë e shtetit gabojnë rënd. Sipas logjikës skenarit tashmë shumë të dukshëm të Berishës dhe mëkatarëve të tjerë të pushtetit, çdo institucion që do të guxojë të publikojë, hetoj apo kontrolloj afera apo shpërdorime, do t'u bllokoka përmes majorancash ilegjitime, mëkatarësh kuq apo blu. Ky skenar nuk kursen as qeverinë aktuale të Aleancës për Shtetin. Ne nuk jemi naiv, zoti Berisha. Në këtë mocion mosbesimi ndaj kushtetutës shqiptare, parimeve dhe institucioneve demokratike që burojnë përse saj, ne nuk bëhemi ortak. Sepse ky është një vot besim ndaj pluralizmit dhe stabilitetit të demokracisë shqiptare. Dhe nëse me të do të bashkohen përfaqësues të majorancës, kjo është punë e tyre. Partia Socialiste dhe zgjedhësit tanë majorancë legjitime nuk janë vjehra që duhet të mbahet inat për gjitha abuzimet, vjedhjet, shpërdorimet, trafiqet apo gjithçka tjetër ilegjitime që projetohet nga institucionet kushtetuese të shtetit. Ndërsa Mullixhiu në thonjza, Berisha, me cilin këtë makatar ndaj besimit dhe investimit të zgjedhësve tanë kanë vendosur të flenë të radhë, i ka dhënë gjitha provat se bluan çdo farë që ka premisa të mbjellë dhe në Shqipëri standarde pa institucione demokratike euroatlantik. Ftoj pra të gjithë ata që ndjehen mëkatar të pushtetit duke pritur radhën të verifikohen nga organet e pavarura të drejtësisë, të mos e përqasin votën e tyre përfaqësuese dhe as pak private me shkopinjtë e gomës të policëve të Berishës apo Tagim Shehut, kur ata ndërtonin varësinë politike të institucioneve të drejtësisë për të goditur demokracinë dhe shqiptarët. Alarmi që ndjejnë dhe sulmi që disa prej përfaqësuesve tanë po ndërmarrin ndaj institucionit shtetëror të akuzës, për fat keq vjen mes njëherë pas fillimit të hetimit ligjor për një sër trafiqesh, abuzimesh, shpërdorimesh, që kanë shqetësuar opinionin publik dhe që sollën dhe ndryshimet e domosdoshme në qeveri. Unë dua të siguroj gjithë ata përfaqësues të majorancës që bëjnë gjumë shqetësuar se shteti i së drejtës dhe jo aleanca me Berishën do të krijojë të gjithëve kushtet për një proces ligjor, transparent dhe të paanshëm, mbrojtjeje, hetimi dhe gjykimi. Askush për të mos mendojë se procesi me duar të pastra për shkak të aleancave me Berishën mund të përfundojë në bllokim të shtetit me duar të lidhura. Zgjedhësit tanë kanë të drejtë kushtetuese të dinë si janë përdorur taksat që paguajnë, si është administruar pushteti nga qeveria që kanë pranuar të qeverisë, si menaxhohen pronat dhe financat publike, si është ndërtuar administrata civile dhe majoranca që unë drejtoj do të vazhdoj të realizojë këtë transparencë në bashkëpunim me institucionet e pavarura të shtetit ligjor. Që sistemi i drejtësisë ka ende probleme dhe nevojë për përmirësime, kjo është evidente dhe është angazhim programor i majorancës. Por asnjë zgjidhje nuk vjen përmes goditjesh politike kundër emrave të përveçëm, e kundërta vetëm me respektim të plot të kushtetutës, të procedurave ligjore dhe nxitjen e ekipeve realizuese të profesionistëve të ligjit dhe jo të politikës së vjetër në detyrë. Përpara se të kërkohet shkarkimi i prokurorit, ne duhet të japim organit të akuzës një kuadër më të plot, më të mirë ligjor, që plotson dhe vakumet e vërtetura gjatë funksionimit të tij dhe që i përgjigjet më mirë nevojës për të forcuar ndëshkimin ligjor nga veprave të reja të krimit që vazhdojnë të favorizojnë trafiqet dhe krimin e organizuar. Nëse organi i akuzës dhe gjykatat nuk arritën të marrin dëshmitë e zotit Berisha për vrasjen e deputetit të ndjer Azem Hajdari dhe grushtin e shtetit 14 meshatorit 98, ky përbën një precedent për të përmirësuar bazën ligjore mbi cilën funksionojnë këto organe gjithashtu. Procedura me cilën po kërkon opozita e vjetër të shkarkojë prokurorin e përgjithshëm mbetet antikushtetuese dhe antidemokratike. Ajo nuk është gjë tjetër veç se një gjyq i ri politik,
me pasoja shumë të rënda për të sotmen dhe të ardhmen e institucioneve kushtetuese të shtetit shqiptar, për konsolidimin e demokracisë dhe për ecurinë tonë në procesin euroatlantik. Këtë definicion përsërit Fatos Nano, një njeri që ka pasur kurajon të përballet me akuza, akuzues dhe gjykues të komanduar nga politika dhe të ndaj pa drejtësisht qerit e burgut me kriminal të ndëshkuar nga institucionet dhe ligji. Për asnjë çast nuk kam kërkuar që burgu im të kompensohet me burgun e të tjerëve. Unë kam përballuar burgun e Berishës në emër të gjithë atyre socialistëve dhe progresistëve që u dhunuan nga Berisha sepse të ardhmen e Shqipërisë e shihnin në Europë, sepse kërkonin institucione të forta e të pavarura, sepse zhvillimin nuk e gjenin te piramidat mashtruese, sepse nuk pranonin të bëheshin flirte dhe kontraband nafte dhe armësh me regjimin e Miloševićit. Pra si ishi burgosur politik, po ju bëj thirrje. Të nderuar deputet, të mbrojmë institucionet e shtetit të së drejtës, Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe të mos lejojmë që vendi ynë të kthehet në trafikant politik ku rrëzimi dhe shkatërrimi i institucioneve të shtetit të së drejtës zëvendëson përmirësimin dhe konsolidimin e autoritetit ligjit. Askujt nuk mund t'i mohohet e drejta për të mbrojtur dhe verifikuar para organeve dhe institucioneve të specializuara të shtetit të së drejtës. Ndërsa Berisha me mentalitetin dhe përvojën e tij të vjetër po kërkon të shkatërrojë me demagogji një institucion kushtetues pa asnjë hetim dhe mbrojtje procedurale për cilën na detyron dhe ne parlamentarëve kushtetuta. Nëse kundër prokurorit të përgjithshëm krijohet një majorancë ilegjitime, më lejoni të ritheksoj në mënyrë sovrane, me cilësinë e kryetarit votuar të partisë së shumicës parlamentare, se unë do të vazhdoj të kryej të gjitha detyrimet e mia politike dhe kushtetuese për të denoncuar dhe bllokuar këtë majorancë mëkatarësh dhe për të realizuar sa më parë mundësinë e rikonfirmimit të një majorancë legjitime të votuar më 24 qershor. Ata përfaqësues të grupit ton parlamentar që vlerësojnë dhe veprojnë një lloj si Berisha mund të kenë arsye të ndryshme nga ai, por duhet të kenë parasysh se do të marrin përballë zgjedhësve tanë dhe historisë gjithë përgjegjësinë për delegjitimimin e kësaj majorancë progresiste dhe europiane që drejton Shqipërinë prej 5 vjetësh. Cili do mëkatar që ende s'ka dhënë ndonjë shpjegim publik për akuza publike dhe ligjore për abuzime, shpërdorime apo trafiqe, nuk mund të shpëtojë nga ndëshkimi duke bërë aleancë me regjimin e vjetër. Me shpifje fantastiko trafikante ndaj organit të akuzës përballë dosjeve dhe fakteve të mjaftueshme për t'u administruar nga gjykatat. Është pra detyra ime, si përfaqësuesi më i lartë politik i Partisë Socialiste, që duke kërkuar pa i bërë bisht zbatimit me rigorozitet të programit ton politik dhe qeverisës të votuar në majorancë edhe në zgjedhjet parlamentare të 24 qershorit, të përdor të gjitha rrugët, forumet, institucionet dhe mjetet që eliminojnë trafiqet dhe abuzimin politik me to. Është detyrë kushtetuese e prokurorisë dhe e sistemit gjyqësor që vlerësimet e përfaqësuesve të politikës progresiste, të shoqërisë civile, të opinionit publik, të partnerëve ndërkombëtar për vazhdimin e vegjetimit fenomeneve negative që pengojnë zhvillimin dhe ngadalsojnë integrimin euroatlantik të vendit, ti verifikojnë ligjërisht duke ndëshkuar fajtorët. Çdo pengim i punës institucioneve kushtetuese e të pavarura të drejtësisë me motive dhe aleanca drejtshkurtra politike do të thotë kthim në realitetet dhe institucionet e regjimit të Berishës. Duke konsideruar pra antikushtetuese procedurën e shkarkimit të kryeprokurorit, unë ftoj grupin parlamentar socialist, aleatët e tij, si dhe deputetët e përgjegjshëm të këtij kuvendi të mos bëhen pjesë e asnjë votimi të tillë antikushtetues, duke nxitur kështu edhe transparencën e nevojshme përballë qytetarëve shqiptar, zgjedhës dhe opinionit publik për të gjithë ata që flirtojnë me mëkatet e regjimit vjetër dhe me botën e krimit, kundër kushtetutës dhe interesave themelore të progresit ton kombëtar drejt botës euroatlantike. Njerëz, jini vigjilent. Regjimi i vjetër i demokraturës dhe aleancës politikës me krimin po kërcënon sërish të ardhmen tuaj.